Leonida, të përshëndesi, zhvilluar ceremonia e rastit në kuadër të përkujtimit të 86 vjetorit të rezistencës ndaj pushtimit italian. Përshëndetje Kassandra, në fakt është një ceremoni e cila zhvillohet çdo vit këtu në qytetin e Durrësit me pjesëmarrje nga personalitetet të ndryshme të pushtetit lokal këtu në qytetin e Durrësit, veteran, por edhe familjar të dëshmorëve të kombit, edhe përgjatë ditës së sotme rreth orës 10-20 minuta ka nisur ceremonia përkujtimore në nder të veteranëve të luftës apo edhe të dëshmorëve të kombit. Ceremonia u zhvillua pikërisht në ambientet ku ndodhem aktualisht në lagjen numër 1 të qytetit të Durrësit, pranë Volgës dhe pranë busit Muja Ulqinakut, i cili ishte një ndër personat e parë së bashku me patriotët tjerë që i bëri ballë rezistencës pushtimit italian në vitin 1934. Pra që një ceremoni që si kundërtash edhe pak më parë kryhet çdo vit në datën 7 prill. E tillë ka qenë edhe ceremonia e sotme. Fjalën e rastit e mbajti drejtori i kulturës në bashkinë e qytetit të Durrësit, Ardian Gurra, dhe më pas ka folur edhe mbesa e Muja Ulqinakut. Për më tepër i ndjekim fjalën e drejtorit të kulturës dhe më pas edhe një sinkron të cilin ja kemi shkëputur mbesës së Muja Ulqinakut. Në gjithë që jeni sot këtu në përkujtim të një ngjarje të më të shënuar në historinë e Shqipërisë, rezistencës antifashiste, 86 vjet më parë, ky vend ku ne jemi sot u kthye në një shesh betejë, në një përballje krejt të pabarabartë ndërmjet një agresori me një potencial ushtarak shumë të fuqishëm dhe një popullate e cila vetëm me shpirtin anëtar u ngrit për të bërë të mundur këtë rezistencë. 7 prill i vitit 1939 është quajtur e premte zezë, sepse ishte një agresion i cili cënoi sovranitetin e një vendi. E një vendi tropatur në shekuj në luftra që u bë pre e një formacioni famkeq i cili do të konstatojë më pas gjatë luftës së dytë botërore se ç'është barbari bërim në tërë botën. Për te faktit të ditur tashmë që përballimi i suksesshëm i këtij misioni ishte gati i pamundur, ai që na bën të jemi sot krenar dhe vallart ka të bëjë me konstatimin se ndonse populli shqiptar u gjet në një mungesë të dy fish të një shteti që të organizonte dhe të formacioneve politike, rreshtimeve të tilla për të mobilizuar, që diçka shumë më madhe që u ngrit mbi ta dhe e plotësoi këtë vakum në mënyrë më të mirë. I frymëzoi këta vullnetar të qendrës së parë, rezistencës së parë, ishte forca që buronte nga shpirti i adhetarizmit. Ndaj unë sot, në këtë fjalë fare të shkurtër, do desha t'ju falenderoja ju që me vëmendjen tuaj keni bërë lartësimin e dur kësaj dite kaq të madhe. Vëmendja dhe nderimi juaj që bëni e lartëson më tepër jo vetëm shpirtin ton adhetar, por ajo merr në një vlerë të veçantë sepse na kujton që adhetarizmi, ky virtyt mbi virtyte nuk vjetërohet kurrë. Në fakt 7 prilli për neve simbolizon shumë gjëra. E para, është një ditë historike për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë sepse shënoi fillimin e luftës antifashiste dhe shënoi dhe tregoi sa adedashës jemi ne. Ne jemi krenar për gjyshin ton, sepse vuri adeun mbi veten dhe mbi familjen. Leo, për ta rikujtuar edhe një herë simbolikën që ka kjo ditë. Në fakt, në datën 7 prill të vitit 1934 ishte Muja Ulqinaku, i cili së bashku edhe me patriotët e tjerë i zun prit fashistëve të cilët po vinin nga përtej detit, nga perëndimi pra, dhe nuk i lejuan ata që të futeshin kollaj le të themi në qytetin e Durrësit, ku një pjesë e mirë e tyre ranë edhe dëshmorë.